إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëlltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën prindërit, fëmijët dhe interesi. Vëllezër të dashur, nëse ne analizojmë gjendjen e muslimanëve sot, sa i përket raportit të prindërve me fëmijët dhe të fëmijëve me prindërit, nuk jemi në gjendje të lakmueshme. Gati në shumë mexhliset tona, në ndejet tona, kur rrim me prindër, shpesh ankohen nga sjelljet e fëmijëve të tyre. Po edhe anasjelltës, kur rrim me fëmijët, edhe ata shpesh ndodh që ka ankesa për prindërit e tyre. Këto probleme dhe ankesa, kjo gjendje jo e lakmueshme, në vit të parë vin si pasojë, si pasojë e mos kryerjes së prindërve obligimet e tyre ndaj fëmijëve të tyre. Padyshim, ka edhe faktor tjerë, po faktori prind, karshi fëmijëve të tyre, është faktori bazë i edukimit edhe sjelljes së fëmijëve. Çtash, nëse prindërit i kryejnë obligimet e tyre ndaj fëmijëve, hakikat, vërtet do të kishim gjendje ndryshe nga ajo që sot kemi në gjendje ku ankohemi prej saj. Unë do të përmendi obligimet e prindërve ndaj fëmijëve, që Allahu në lut ta bëj sebeb që unë dhe ti sot vërtet të ndryshojmë. Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve janë 5. Të kujdesin për jetën dhe shëndetin, të mësojnë parimet kryesore të fesë islame, të edukojnë me edukat islame, të kujdesin për shkollimin e tyre, dhe t'i emrojnë me emër musliman që është emër i cili ka kuptim të mirë. Unë do të ndalem vetëm te e dyta dhe e treta. O vëllezër, është fakt, e duam as e duam. Në pëlqen s'na pëlqen. Nëse e bëjmë ja shohim hajri, nuk e bëjmë të vazhdojmë që kështu. Kështu e ka bërë Zoti. Nëse unë dhe ty u mësojmë fëmijëve parimet e fesë islame dhe jetojmë në shtëpitë tona me ato parime, vjen koha e namazit, falemi, agjerojmë, nuk lishojmë aty në televizor, do me thonë që sot të bo, jo muzik i thua, në më në ty jo bo rezilhane, ato filma që e kalon o martu me këtë, ka shku me një tjetër, ka trahtu me atë, pra nëse vërtet jetojmë, i mësojmë dhe jetojmë me parime islame, të bindeni se do t'jetë gjendje tjetër. Po ashtu,
E treta është që ne t'i edukojmë me edukat islame. Nëse parimin e dytë, që është islami, që t'i mësojmë dhe jetojmë me islam, dhe i edukojmë me islam, o vëllezër, është e garantuar prej Zotit ndryshimin e pozitiv. Është i garantuar. Hoxha, çfarë konkretisht i edukojmë? Edukimi islam dhe fëmijëve ka 3 shtylla. Është zemra, gjymtyrët edhe gjuha. Nëse unë dhe ti fëmijëve që të vegjel, mbushim zemrat me dashuri, dhemshuri, humanitet, tolerancë, falje. Dhe mbrojmë zemrat nga inati, xhelozia, hakmarrja, mendjemadhësia. Gjendje tjetër do të kemi me fëmijët tonë. Tjetra, e dyta kush ishte? Gjymtyrët. Nëse ne i mësojmë që me gjymtyrët e tyre të bëjnë të mira dhe të largohen prej të këqijave, punë të mira dhe të më bëjmë punë të këqija, ndryshe do jemi. Kjo kërkohet prej neve. Edhe e treta, gjuha. Nëse baba dhe gjishi qesh kur nipi shan, s'ka bereqet ati. S'ka bereqet ati. Po kur dhe mësojmë që të flet bukur ose të hesht, vërtet ne ja kemi dhënë hakun edukimit të fëmijëve. Mirë po, sot fatkeqësisht prindrit a i bëjnë këto obligime? Jo, me keqardhje. Sot prindrit gjithë më punë, gjithë mbas pares, gjithë mbas pasuris, t'i loj djalit dhe vajzave pasuri. Askush nuk thot mos i le. Por respektoj radhën. Jepja fen, jepja edukimin, pastaj kohën tjetër puno që ti sigurosh edhe pasuri. Po nëse ne vrapojmë pas pasuris, duke mendu se ajo do t'ju sjell mirësi fëmijëve, ja ku jemi. Pasuri si asnjëherë, luks si asnjëherë, ankesa si asnjëherë. Probleme si asnjëherë. Po edhe ana tjetër, edhe fëmijët le të kenë kujdes. Edhe ata janë të obliguar me obligime ndaj prindërve. Edhe ju që jeni fëmijë dhe i keni prindrit, edhe ju nëse nuk i kryeni obligimet tuaja, s'ka përparim, s'ka ndryshim, ta harojmë atë. Cilet janë atër e kundërta ç'tash? Cilet janë obligimet e fëmijëve ndaj prindërve? Ti duan se nuk ka krijes në botë që donë më shumë se baba dhe nona. S'ka. O ti, baba dhe nona janë e vetmja krijes që Allahu e ka fshi xhelozin ndaj ty. Ato krejt t'i japin ty, askush nuk investon sa investon prindrit, askush nuk t'jep sa t'japin prindrit, askush nuk kujdesen mbas Allahut sa kujdesen prindrit. O ti, janë e vetmja krijes që gëzohen me suksesin tënd. Gëzohen. Knoqet del baba dhe knoqet dhe më shumë intimon fëmis që të ketë më shumë sukses. Kjo është prindi. Atëherë edhe ne duhet t'i duam ata shumë. Edhe tjetra t'i respektojmë prindrit. Mirë po, fatkeqësisht nuk kemi gjendjet e lakmueshme. Sot jetojnë të ndarë nga prindrit e tyre. Po nëse je ndarë, të paktën qëndro afër që kafen dhe darkën ta hani së bashku. Të pakti kafen dhe darkën ta hani së bashku. Nëse edhe fëmijët i realizojnë këto obligime, do t'jetë ndryshe. Edhe më e rëndë se kjo, o Zot, edhe më e rëndë,
Bile kur bëhen pleq të vjetër, atëherë kur ju duhet të leni gjithë shka, nuk e teproj, nuk e thom me emocione, ta dini. Ku ti dhe unë duhet të loj gjithë shka, kur të më plaket baba dhe nona dhe ta mbaj, unë babën dhe nona dhe të loj gjithë shka, që 5 herë e thom. Edhe atëherë ne nuk ju dalim në krah prindërve. E pas kësaj presim përmirësim gjendjes, presim ndryshim, jo, ta harrojmë ndryshimin, sepse nëse nuk e bëjmë në ndryshimin, ajo zbohet vetë. Nëse unë dhe ti nuk e bëjmë çket ndryshim, zbohet vetë. Argumente hoxha se më duket si ashpër, jo, nuk ashpër, është fakt. Allah çfarë thënë në Kur'an? Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah thot tekstualisht, nuk va ndryshon juve gjendjen tuaj, po më ndryshu ju. Po më ndryshu unë dhe ti. Fëmijë, karshi prindve dhe prind karshi fëmijë, çfarë si e sqaruam, s'ndrohet, ma keq do buhet ama s'ndrohet. Fatkeqësisht ama është fakt. Për atë vëllezër dashur, Allahu na tërheq shumë vërejtjen. Edhe si prindër të vrapojmë pas dunjas, e ti harrojmë këto obligime, edhe si prindër na tërheq vërejtjen, tu vrapu pas dunjas, po edhe si fëmijë tu vrapu pas dunjas, ti lëmë të obligime që të dyjave na tërheq vërejtjen fort. Pra t'i japim përparësi dunjas, kënaqësive të saja, bukurive të saja, dhe të lëmë të obligime se të kemi pasoja. Çfarë thot Allah për këtë pikë? Thot, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dhe ne të gjitha stolit, bukurit, kënaqësit e kësaj bote i kemi bërë për ju sprov. Aha, sprov. Sprov çfarë? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Që t'ju sprovojmë se cili prej jush do t'i bëjë veprat më të mira. Cili prej jush do t'i jep përparësi kësaj ose obligimeve që t'jetë imbuluar me mirësitë e Allahut në dynja edhe në ahiret. Lutë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, ya Rabb, na bëj neve bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët ju ndihmon që të e përmirësojmë gjendjen tonë, t'i kryjmë obligimet siç duhet si prindë e fëmijëve dhe si fëmijë ndaj prindërve, që ja japim dunjas dhe kënaqësive të saja vendin ku e kanë, e pastaj të na mbulosh me mirësitë tua në dunja dhe në ahiret. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayh, innahu huwat tawwabur rahim.